Janë me 10 ndërtesa në vendin tonë që mbajnë statusin monument kulture të kategorisë së parë. Ata e kanë marrë këtë status kryesisht para viteve 90, por që e mbajnë edhe sot të kësaj dite. E tillë është edhe banesa Kurti në fshatin Shupes të Bulqizës. Kjo banesë u shpall monument kulture i kategorisë së parë në 8 janar të vitit 1977 nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës asaj kohe. Ajo ka një arkitekturë tipike të zonës së Dibrës, e ndërtuar kryesisht me gur, qerpish dhe element druri. Ndonë se mban këtë status të veçantë dhe është në listën e objekteve të trashëgimisë kulturore të vendit tonë, kujdesi ndaj saj duket që është zero. Banesa jo vetëm që nuk është mbajtur në gjendje të rregullt, por ajo rrezikon edhe jetën e banorëve që kalojnë poshtë saj. Familja e shefik Kurtit e ka të pamundur restaurimin, ndërsa Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit nuk ka bërë asnjë ndërhyrje. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Prind 86 në bën një festim dhe s'o mor kush më mbrapa me të punë. Monument kulture është, kalojnë njerëzit t'ja ushem, makina, njerëz, s'kalojnë këtu, rrugë është. Po, kush s'kalojnë këtu, fëmijë, njerëz, plak, pleq, çfarë ketë. Po ajo në gjithë është, ka qenë e ish trashëgimtar të familjes soj, s'postuam ne kam bërë shtëpi tjetër dhe kështu kjo ka ngel. As vetë ato trullit, as shteti, as një s'o morën këtë punë. Zona e Bulqizës ka disa objekte të tilla që mbajnë statusin monument kulture, por kujdesi për ta mbajtur gjallë kujtesën është thuajse zero. Si mungesë e mirëmbajtjes një banese të tillë në fshatin Sopot të Bulqizës, u shembe gjitha një vit më parë.